Mirë se vini në episodin e radhës të Rituals Podcast. Këtu e kam doktor Blerim Myftijun, që besoj shumica për ju e njihni. Mirë se erdhe, dok. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën, kënaqësi. E kena një temë shumë të mirë sot, a të dhem kryt ty ndonjëherë? Ndodh. Ndodh? Jo shpesh. Nuk e di a ka ndonjë njeri që nuk i dhem krytse. Po, është cani më i përhapur në botë, apo? Është smundja më e përhapur në botë. Do thosh shumë herë kur ftohem në ndonjë televizion, në ndonjë emision, edhe vjen zakonisht pyetja cila është sëmundja më e shpesh neurologjike, dhe përgjigja që pritet ndoshta është të thuhet se është infarkti truas, ose gjakderdhja truas, ose ku i di, ndonjë smundje tjetër, ose Alzheimeri, ose çfarëdo smundje tjetër neurologjike që kështu e sheh me të vërtet një person të smut para vetes. Unë e jap përgjigjen kogdhimja është sëmundja më e shpesh në neurologjike, dhe ndaq merrni me statistikë, ndaq me epidemiologji, ndaq me ankesë, ndaq gjysa e njerëzve të cilët vinë në një ditë për të vizituar te neurologu në ambulancë specialistike kanë kogdhimbje. Kështu që kjo tregon vetvetiu se sa e përhapun dhe sa e shpeshtë është kogdhimbja, dhe këto po e potencoj me qëllim që të them nuk është kogdhimbja një simptom. Kogdhimbja mund të jetë simptome një smundje dhe shumë smundjeve të ndryshme, por kogdhimbja edhe vetvetiu është një smundje. Kështu që edhe pacientit ose personi që vun nga kogdhimbjet e shpeshta, nëse ja jep këtë mesazh që ti duhet të ndalesh me kërku pse kon kogdhimbje, çfarë është arsyeja, kom diçka në kokë, kom diçka në tru që po më shkakton më kogdhimbje, shpeshherë përgjigjen nuk do ta gjesh, as na nuk do të jemi në gjendje me thonë që gjetëm diçka në analizat e tua ose në imazherinë tonë që e shpjegon kogdhimbjen. Dhe do të themi që kjo smundje është një smundje në vete. Prandaj do ta trajtojmë kogdhimbjen si kogdhimbje. Shumë mirë që përmend çdo dok, sepse e kam vret edhe në punën time që njerëzit ton kohën e te kalojnë bazën, me njëherë kthyerin te diçka ekstreme ose shumë specifike, ose te një diçka diçka shumë e specializuar ose rrallë. Kjo është edhe deformim profesional i shumë mjekëve, që me njëherë për shembull e kam dëgjuar edhe klientave të mi, kanë një kogdhimbje dhe thonë, më ka thonë doktori më shku me bo një MRI, me njëherë shkojnë taj ekstremi, kurse nuk e këqyrin kogdhimbjen si problem më vete. Tash ndave do me thonë kogdhimbjen si smundje në vete edhe si simptom i diçkafit. A mund është pak më shpjegu se qysh vjen të kogdhimbja kështu në nivel neurologjik, ç'a ndodh me trurin edhe me trupin kur na dhem kryt? Është e pritshme edhe kjo para se të kalojmë në këtë edhe ndarje, dhe që do ta shpjegoj se çka është qasja, si duhet të jetë qasja ndaj kogdhimbjes, është që dhimbja është një simptom të cilën njerëzit nuk e durojnë. Për atë arsye ne nuk paraqitemi shpeshherë për ndonjë problem tjetër që mund të kemi në trupin ton, po kur kemi dhimbja është diçka që automatikisht është simptomi kryesor që cilësinë e jetës e dëmton. Prandaj edhe për shkak të kësaj edhe vjen deri tek paraqitja e shpesht të institucionet shëndetësore për shkak të kogdhimbjes. Në anën tjetër është edhe simptomi ma i keqpërdorur, nëse mund të them në thojza, në mënyrë që të arrihet ose të sigurohet një vëmendje ose të reflektohet një vujtje tjetër, që në shumicën e rasteve janë vujtje të natyrës psikologjike, dhe që pastaj kjo somatizohet ose bartet në formën e dhimbjes, qoftë të kokës ose dhimbjes tjetër trupore. Prandaj e bën kaq të shpesht kogdhimbjen edhe si ankesë, qoftë reale, qoftë më pak reale, mos themi imagjinare. Në përgjithësi dhimbjet e kokës i ndajmë në dy grupe. I ndajmë në dhimbje primare dhe dhimbje sekondare. Kur themi dhimbje sekondare, do thotë që dhimbja është pasojë e diçkaje që mund të identifikohet në organizëm. Dhe në këtë rast dhimbje ka shumë arsye mund të ketë për dhimbje të kokës. Gjakderdhin në tru e përmenda është një shkaktar i shpeshtë i dhimbjes kokës. Ngritja e tensionit të lartë të gjakut në mënyrë të befasishme ose kronike shkakton kogdhimbje. Një pezmatim i sinusëve, një pezmatim i hundës, sinuzit, rinet, faringjit, çfarëdo infeksioni tjetër, dhe në theks të veçantë infeksioni i trurit ose i cipave të trurit, meningjiti, encefaliti, shkakton dhimbje të kokës. Pra, kur kemi të bëjmë një tumor në kokë që rritet dhe zhvillohet dhe i bën presion në strukturat përreth të trurit, shkakton kogdhimbje. Këto janë kogdhimbje sekondare. Dhe këto kogdhimbje kanë një fillim, qoftë akut, qoftë më pak akut, qoftë kronik disa javor, dhe në fund kulminojnë me diçka të madhe. Personi që ka meningjit mund të ketë 4-5 ditë kogdhimbje, por në ditën e 5 do të sillet në emergjencë pa vetdije.
me temperaturë. Personi që pëson gjakderdhje në këtë moment po bisedon me juve mas 30 minutave kur përshëndetesh e sheh në hyrje të banesës, domethënë në tokë. Pra, kokëdhimbjet e këtilla që kanë një karakter të befasishëm ose të shpejtë të zhvillimit dhe që përcjellen me shenja të tjera të dukshme, qoftë neurologjike, qoftë laboratorike, qoftë imazherike, e gjetëm çka është arsyeja e burimit, arsyeja e kokëdhimbjes, e gjetëm burimin e kokëdhimbjes do të thotë në këtë rast. Dhe këto janë kokëdhimbje sekondare. Por këto e përbëjnë një grup shumë të vogël të dhimbjeve të kokës. Kokëdhimbjet primare janë ato të cilat e përbëjnë grupin më të madh të dhimbjeve të kokës, dhe kur themi primare do thotë që burimi i kësaj dhimbje është në tru, është në organizëm, por nuk shihet. Domethënë dash bëjmë çdo ditë rezonancë magnetike, dash ta përsërisim rezonancën magnetike një herë në 6 muaj. Nuk do ta shohim burimin e migrenës në rezonancë magnetike, ose nuk do ta gjejmë ndonjë shenjë specifike të migrenës që do ta themi kjo është arsyeja pse juve po ju dhëmb koka, ose të dhimbjeve të tjera primare. Do të thotë, patjetër se ekzistojnë mekanizma patologjik, substanca të ndryshme që lirohen në trurin ton, të cilët dihet që veprojnë në qendrat ose në receptorët e dhimbjes dhe të shkaktojnë një dhimbje. Patjetër që disa njerëz janë të prirur që të kenë më shumë dhimbje se sa njerëz të tjerë. Mirë po, këto kokëdhimbje nuk do ta gjejmë një test në gjak, nuk do ta gjejmë një analizë të çrregullt në gjak, nuk do ta gjejmë diçka patologjike në rezonancë të trurit, dhe nuk do ta gjejmë asgjë në trupin e këtyre njerëzve në kuptimin e jashtëm kur e ekzaminojmë fizikisht. Do thotë këta njerëz do të vazhdojnë të qarkullojnë në jetën e tyre të përditshme, nuk do të kenë ndonjë pengesë me dorë, me kam, me të pamun ose me çfarë do funksioni tjetër, por periodikisht një herë në 2 ditë, një herë në 5 ditë, një herë në javë, një herë në muaj, një herë në 2 javë, do të kenë një dhimbje kronike që përsëritet sipas një modeli, sipas një paterni të caktuar. Pra, do të thonë ka patern. Ka. Do thotë kokëdhimbje primare kur themi, gjëja e parë që e bën një kokëdhimbje primare është kokëdhimbje që nuk e gjejmë shkakun tjetër, gjithsesi e thash, e dyta është kroniciteti, vite, dekada, e treta është paterni, modeli i njëjtë. E katërta është që nuk kemi kurfar problemi neurologjik në ekzaminimin fizikal të jashtëm ose në çfarëdo ekzaminimi tjetër dhe jashtë neurologjik. Dhe kjo është dhe diagnoza e këtyre kokëdhimbjeve, domethënë ajo është që është esenciale dhe që duhet t'ia bëjmë me dijeni personave, pacientëve që vinë dhe ankohen për kokëdhimbje, është që diagnoza e kokëdhimbjeve të tyre primare është me t'nime. Do të thotë me dëgjume në të vërtetë. Pra, tu është përpara me pas personin në fjalë edhe me thonë, me udhëzu me pyetje të caktuara se si i dhemb koka. Dhe pastaj në bazë të atij përshkrimi që e bën personi para jush, se si i dhemb koka, ju do ta klasifikoni këtë kokëdhimbje në një grup të caktuar. Dhe kur themi një grup i caktuar, sigurisht që nuk ka shumë dhimbje primare, janë, mund të themi 3-4 grupe të mëdha të kokëdhimbjeve primare, por sigurisht që migrenën e din të gjithë. Ose shumica e njerëzve. Tash cilat janë krejt grupet e dhimbjeve primare? 2 dhimbje kryesore primare janë migrena dhe ajo që shumë pak në terminologjinë tonë mjekësore e përmendim cluster headache. Cluster headache është shumë e rrallë, po kokëdhimbja tip tensioni. Tension type headache. A ka të bëjë kjo me... Kjo tension type headache e ka ki prej stresit, ki prej pagjumësisë, ki prej fëmijës vogël që nuk lën natën me flajt, ki prej halleve të jetës, ki prej unazave, është kjo klasike, ki prej spondylozës, ki prej frymës, ku e diun. Do thotë që kurse si të mos, domethënë shumë pak po e shkruajmë në letër edhe se neurolog kokëdhimbje tip tensioni. Domethënë shumë lehtë po e shkruajmë migrenën, shumë lehtë po e diagnostikojmë migrenën dhe shumë ma pak po e diagnostikojmë kokëdhimbjen tip tensioni. Do thotë njëra prej këtyre 2 dhimbjeve do të jetë. Tjetër kokëdhimbje nuk kemi. Kemi kokëdhimbje shumë të rralla, që për shembull e përmendë klasterin, i cili është shumë specifik, shumë karakteristik dhe shumë vështirë i dallueshëm nga një mjek jo neurolog dhe ndonjëherë edhe nga vetë ndonjë neurolog. Kështu që për atë arsye ato janë shumë më të rralla, shumë më specifike. Por këto 2 diagnoza, këto 2 kokëdhimbje të tjera primare janë shumë të shpeshta. E kjo e tip tensionit, a ka të bëjë diçka me vazokonstriksion dhe vazodilatacion kundër çush lunë që rol në çat? Kan 2, kjo është një prej hipotezave që mundohet me shpjegu fillimisht kokëdhimbjen e migrenës,
do thot kjo hipoteza e ngushtimit të enëve të gjakut dhe e lirimit të enëve të gjakut, sepse nuk është vetëm ngushtim dhe lirim, sepse edhe në këtë kohë që ne po flasim, arteriet tona në trup po ngushtohen dhe po lirohen për momentin. Kështu që nuk është se në moment të caktuar dikush prej neve po ka kokëdhimbje. Po edhe personi që ka migrenë nuk është se tankon ka kokëdhimbje edhe pse enë të gjakut ngushtohen dhe zgjerohen. Por supozohet që në momente të caktuara, e nxitur edhe nga inflamacioni, vjen deri tek ngushtimi dhe zgjerimi i këtyre enëve të gjakut që pastaj i shpjegojnë fazat e caktuara të migrenës. Domethënë fazën që vjen me zgjerim të enëve të gjakut që është faza e aurës dhe pastaj me ngushtimin e enëve të gjakut që është akti i kokëdhimbjes. Kështu që edhe në kuadër të kokëdhimbjes së tip tensionit, këtu rol shumë më të madh i jepet muskujve dhe strukturave që na ndodh që gjenden përreth kokës. Koka është rrethuar është kafkë që është rrethuar prej muskujve dhe muskujt ngjiten në pjesë të ndryshme të kokës, të kafkës dhe pastaj ato muskuj kanë një pikë ngjitje tjetër që zakonisht është ose në fullqi, në nofullën e poshtme, mbrapa veshit ose në këto eshtra të cilat ndodhen në unaza dhe në eshtrat e tjera të cilat i kemi në pjesën e sipërme të krahërorit. Dhe tash momentalisht tërë ditën këto muskuj të cilët e lëvizin kokën time, faktikisht e mbajnë kokën time në këtë moment, janë aktiv gjatë gjithë kohës. Dhe pastaj tensionimi muskular, domethënë arsyeja pse është emërtuar tension type, e ka priardhje nga kjo, se është dhimbje tip presioni, rëndese, tensioni, shtrëngimi, ndrydhje, koka po rrin rand, koka po duket sikur ka 10 kilogram, nuk po muj me mbajt kokën dhe po më shtrëngon diçka nga të dy anë, domethënë kjo është përshkrimi i dhimbjes së tipit të tensionit, në krahasim me migrenën që ka tendencë të jetë e njershme, edhe që zakonisht është manifeste në pjesën e përparme të kokës, përkatësisht në fytyrë, rreth syve. Pra këtu është një diferencim i lokacionit që na bën me u orientu dhe me e ditë në cilin drejtim është kjo kokëdhimbje, është tension më shumë apo është migrenë më shumë. Pastaj karakteristikat e tjera, për shembull, migrenozët kur kanë atak të dhimbjes, nuk e durojnë dritën, nuk e durojnë zhurmën, nuk e durojnë aromat, kanë mundim, kanë vjellje, kozgjatja e migrenës mund të shkojë deri në 3 ditë. Kurse këta që kanë dhimbje tip tenzive, është dhimbje sikur është tankuar prezente aty, por nuk është edhe shumë nuk janë shumë të mëdha, nuk detyron me marrë lenë nga puna, mundesh me kryer ndonjë aktivitet të përditshëm jetësor edhe me atë dhimbje, ka periudha që dhimbja zhduket disa javë, disa muaj, vjen një periudhë tjetër e ngarkesës fizike, psiqike që shtohet dhimbja më tepër, në krahasim me migrenat që ka tendencë me qenë më uniforme. Domethënë rrallë gjejmë ndonjë ose pak gjejmë ndonjë person që ka migrenë, edhe që thot pa i 6 muaj po ndodh që mos kem unë dhimbje koke dhe pastaj po më shfaqet prap dhimbja migrenoze që ndodh edhe në aso raste. Po aty ku e fillum bisedën e diagnostikimit që është me të dëgjume, do thotë diagnostikimi i kokëdhimbjeve primare është me të dëgjume. Domethënë duhet ta dëgjojmë 5 minutë, se nuk merr më shumë kohë as 5 minuta, që ta dëgjojmë personin që i kemi përballë se si po e përjeton dhimbjen e kokës dhe të orientohemi në çfarë lloj rruge të hyjmë. Pastaj procedurat diagnostike janë diçka në vete. Po nisna prej çasaj tip tensioni, se po duket që është e para, ndoshta më shpesh ta migrena është më saj. Po. Është qysh po tingëllon, është që ato po mënoj shumë prej klientave që kanë ardhur te unë dhe janë anku për kokëdhimbje, më ka duke interesant që po vinë te unë me tregu çfarë sen. Pasi që kanë filluar me ushtru një muaj, pasi që kanë filluar me ushtru, s'kan pas më kokëdhimbje, domethënë kanë vrejtë që nuk po i kanë çato çdo 3-4 ditë, sepse ka pas njerëz që vërtet kronikisht i ka dhimbë të kryt një herë në javë patjetër. Edhe siç duket forcimi i muskujve të qafës, forcimi i shpinës, edhe veç postura më e mirë, edhe vetë qarkullimi i gjakut më i mirë ka liru qatë një farë tensioni, mës me ndjeq ashtu si një farë rrypje rreth kokës, një farë brezi rreth kokës që përmende edhe ti. Çka tjetër mundet me shkaktu? A ka edhe faktor tjerë mjedisor të cilët ndikojnë që njeri me pas kokëdhimbje të tipit tensionit, për shembull një faktor stresogen, një traumë psikologjike, ose vetë traumat emocionale, ose stresi emocional?
Gjithsesi ti e përmende vetëm anën fizike Po. të sforcimit ose të ngarkesës ose të stresit. Edhe në 30 deri në 50% varsisht prej literaturës është tensionimi muskular në qafë rreth kokës i cili është përgjithës për kokëdhimbjet e tipit të tensionit. Dhe faktikisht në qoftë se e sheh edhe një person i cili po fillon një aktivitet fizik, një rehabilitim fizikal, pa marrë parasysh se ç'është ajo, është i strukturuar nga fiziatri ose aktivitet Trajneri, më i po. lirë nga trajneri personal, nga kështu që nëse ka lirim edhe pa terapi medikamentoze, atëherë po shihet se sa është kontributi i këtyre faktorëve në këtë dhimbje. Po në anën tjetër, pjesa tjetër e medaljes, gjysma tjetër e medaljes është ana emocionale, është ana psikologjike. E përmenda në fillim, do thotë se çfarë reflektimi mund të kenë problemet ose smundje të ndryshme në manifestimin e kokëdhimbjeve. Sot ballafaqohemi me shumë njerëz të cilët paraqiten edhe te neurologu për depresion, për çrregullim të ankthit, për çrregullim posttraumatik dhe për çrregullime të tjera të natyrës neurotike ose psikologjike. Po. Nuk po flasim për psikoza që është një koncept komplet tjetër. Ata nuk vinë te neurologu duke thonë se çka është ankesa juaj, mendoj se kam depresion. Po. Thot 95% e njerëzve këtë gjë ose kam ankth. Përkatësisht në fund mas shumë bisede dhe përpunimi dhe shpjegimi, vim në përfundim dhe nxjerrim atë mesazh që nga fjalë që i thot në ordinancë ose në dhomë, të bindet se çka ka thonë edhe ta kthejmë pasqyrën nga personi dhe t'i bëjmë me dije se faktikisht këto probleme emocionale janë ato të cilat po na shkaktojnë telashe. Po ankesa e tyre në shumicën e rasteve do të jetë kokëdhimbje. Unë kam kokëdhimbje. Dhe pastaj fillon elaborimi i dhimbjes së kokës. Dhe nëse e dëgjon kokëdhimbjen, nuk është se shumë dallon nga kjo kokëdhimbja që e përmenda pak më herët. Si rryp për rreth kokës, si shtrëngim, si rëndesë. Domethënë edhe ata do t'i kenë ankesat ose simptomat e ngjashme, do ta përshkruajnë një dhimbje të ngjashme. Por që në bisede sipër do të vrejmë të këto elementet të shtesë të tjera. Prandaj është shumë e shpesh në problemet më të shpeshta janë problemet psikiatrike të cilat reflektohen me kokëdhimbje, të cilat duhet të trajtohen më së miri. Dhe tash elementi fizik edhe elementi psiqik shkojnë paralel me njëra tjetrën, sepse këta persona që do të kenë një vujtje psikologjike, automatikisht do të jenë persona të cilët janë pak aktive dhe fizikisht. Ç'është po? Ai që është pak aktiv fizikisht, automatikisht do të ketë më shumë ankesa të natyrës psikologjike. Edhe në më depresiv. Që është një çark vicioz i cili nuk ka dalje dhe këto pastaj e ushqejnë njëna tjetrën. Dhe një element tjetër shumë meqense më kujtu në këtë moment është që shumë vështirë është me i bind njerëzit që zgjidhja e kokëdhimbjes nuk është në ilaç. Nuk është në kena me mriç aty. Kemi me mriç. Për pak. Pritëm sa ato kam favorit. Në rregull. Shumë njerëz perceptimi i dhimbjes është subjektive, dim se edhe dhimbja në vete është një temë shumë e madhe që duket interesant për shkak të subjektivitetit të perceptimit të njerëzve. Pse disa njerëz e perceptojnë shumë ma fuqishëm migrenën se sa do tjerë që e durojnë pak ma shumë, çka mendon? A është gjithashtu që ky sensitiviteti, disa njerëz janë ma të ndjeshëm emocionalisht ose i kanë ma të supresuar disa gjana dhe i shfaqen ma shumë përka somatika edhe përka fizikja, apo çka lun rol në çta? Pragu fizik ekziston, do thotë që edhe nëse e zhveshim nga efektet subjektive ose nga karakteri i personit, pragu fizik ekziston që niveli i dhimbjes ose threshold pragu është më i madh te disa persona për me hetu dhimbje, disa persona të tjerë është më i dobët. Në anën tjetër edhe shkallëzimi i dhimbjes është shumë problematik. Ka shkallë të ndryshme, të cilat thonë shkolla më e famshme është prej 1 deri në 10 lutën përcaktojnë dhimbjen, po për dikon 8, për dikon tjetër është 4. Kështu që nuk është edhe ajo një shkallë shumë e bindun e përshkrimit të dhimbjes, dhe është definitivisht diçka që ti nuk e përjeton dhe nuk mundesh me gjyku tjetrën se sa dhimbje ka. Dhe ajo është një gjë që jeme duart lidhuna përpara një personi që thotë kam shumë dhimbje dhe tash
Ndonjëherë shërbemi me disa metoda ma dinake, themi, do të thonë nga vëzhgimi, se dikush thotë që ka dhimbje, po në anën tjetër kur ka dhimbje, ty ta jep një përshtypje se nuk po ka dhimbje. Dhe gjithmonë kemi edhe njerëz që e sjellin dikon tjetër dhe thotë nana jam është që i doron dhimbjet. Kanë kohët, po ka dhimbje, unë e di që kjo ka dhimbje. Tash edhe ajo është një përshkrim që e kemi shpesh nga familjarët. Kështu që progu fizik ekziston, po bindja personale është që prap mënyra e përjetimit të dhimbjes është për të adresu që ndryshe nga persona të ndryshëm, e që prap po mendoj është në lidhje me pritshmërinë që e ka personi për dhimbjen, sepse ideja kryesore e shkumjes te mjeku është që unë po shkoj me të drejtë, sepse unë shkoj për ndonjë problem, me të drejtë me dëgju zgjidhje. Do thotë unë kam kokdhimbje dhe po shkoj te mjeku ta marr një zgjidhje. Do thotë ai do të merr tash kur vjen, mendoj ish dashur me qenë aty, një herë të informohet për dhimbjen e tij dhe pastaj pritshmëritë ti vendosim reale. Shumë mirë që po i përmend pritshmëritë, sepse ka një herë pritshmëritë i kena shumë dembele. Qa po mendoj me këta është që pritshmëria komplet formohet në qatë mënyrë që i japet bara mjekut, unë po vi, çështu të kam punën, zgjidh ma ti. Po problemi është që edhe ti dush me pas rol pak në qatë pritshmëri, sepse dhimbja në fakt është një mesazh për neve, është diçka shumë e mirë që ekziston, mos të kishim pas perceptim për dhimbje, receptorët dhimbjes kishim dek. Po ideja është që dhimbja më na çon një mesazh jo vetëm që patjetër diçka në nivelet somatik ose diçka ndoshta edhe neurologjike është të ndodhur në neve, po ja nis ndoshta edhe për një gjendje psiqike ose një stili tjetës që thash më herët që komplet anashkalohet baza. Diqysh njerëzit shumë shpesh ankohen në disa gjana, por komplet anashkalojnë faktin që nuk flajnë mirë, janë në depresion, nuk lëvizin fare dhe nuk ushqehen siç duhet, edhe mandej vinë te ti dhe thonë hey mu po më dhem, edhe veç ti dush me ma zgjidh problemin, po pa marrë pjesë në atë gjë. Për që ato, mendoj që pjesa e parandalimit për neve me eduku njerëzit për pjesën e parandalimit është tetë e rëndësishme edhe për gjanat bazike që deshte dhe me i përmend, kur vim të ndoshta edhe miksi ortomolekulare që ka të bëjë me deficiencat e mineraleve, e vitaminave, diçka që komplet anashkalohet për rolin që e luan edhe në kokdhimbje. A mendon që shkenca e backup këtë sen? Këtu, jo se personi vjen dhe kërkon një zgjidhje, po tash mendoj që këtu hyn në lojë mjeku i mirëfillt. Po. Tash bëjmë pak autokritik. Sepse në qoftë se ai normalisht që ka një hall, një kokdhimbje dhe normalisht që me dije ose pa dije nuk mund të logjikoj se cili person se unë është as po flaj mirë ose kam kështu dhe unë kam dhimbje. Ai po vjen me një dhimbje dhe thot cila është zgjidhja për këtë dhimbje. Dhe këtu tash mendoj që na duhet të ndërhyjmë dhe ta elaborojmë dhimbjen e tij. Sepse në qoftë se një dhimbje është dhe ti e bën një rezonancë magnetike dhe sheh një tumor në kokë, nuk ke nevojë që ka me zgjat muhabet me atë person në kuptimin e shpjegimit të lifestyle-it, stilit jetësor e gjërave tjera. Sepse shihet ku është problemi, atë do ta informon në një mënyrë komplet tjetër. Atë ose familjarët e tij do ta udhëzon në neurokirurgji ose në onkologji që të merret në trajtim kjo gjendje. Mirë, po nëse marrim parasysh që shumicën e kemi me jo tumor në kokë, po me një dhimbje kronike, atëre këtu hyn ajo bisedë që me i shteru në këto pikat dal nga dal. Gjumi, lloji i ushqimit që po e konsumon një migrenoz. Sasia dhe cilësia e gjumit të cilën po e bën, ambienti i punës, presionet në shtëpi që mund të ketë nga një person i familjes, hallet financiare që mund të ketë një familje ku e diun. Do thot pikërisht këtu hyn tash këto hallkat të cilat ti në përshkrim në fund bashkë me një medikament që do t'i përshkruash për kokdhimbje, ato që nuk po i përshkruajmë në fund të listës raportit mjekësor, po i themi me fjalë, ndoshta të shkruan po edhe të thuan me fjalë. Kur e përmende problemet që ndoshta e keni ti kanë në shtëpi që po të bën presion ose problemet financiare, krejt neve sigurisht që jemi profesionistë që punojmë me njerëz,
hasim shumë në vendin tonë që personi cili vjen me kërku ndihmë tek ne, e ka një të lashe të cilën është shumë vështirë me mendu qysh me zgjidh. Edhe bash po du me të pyet për çta. Për shembull e din një gjatë të tillë, e din që shkaku është prej një presioni të tillë në shtëpi. A kina i rast, ka ndodhur diçka normal, kemi të thonë me përmend, po kështu në ekspertizën tonë që të kalon përshtypje se çka bënen që ato raste kur vjen dikush edhe e din që e ka një presion prej dikujt në shtëpi, ose është diçka familjare që tash ti qysh me ndërhyna që atë. Unë e kërkoj të sillet familjari që është shkaktar, themi në thojza, në bisedë. Okej. Do thotë në qoftë se dikush është e qartë që problemi është diku tjetër dhe ky person e reflekton këto me çrregullim të ankthit, me çrregullim gjumit, me kokëdhimbje, pa marrë parasysh nga këto simptoma, ti quajmë kështu gjenerale, që janë kështu simptoma që rrinë kujdestar në çdo problem tonë ndalin në pa. Atëre dy gjëra them. Unë them një, nuk është situata që ti duhesh me u trajtu, sepse nëse dikush është në depresion për fajin e dikujt tjetër, nuk duhet mu trajtu tash ky person që vun nga depresioni, sepse çka ati po japim një medikament, një substancë kimike, Jam shelim pak gojen ma faktikisht. ndoshta po bëhet ma happy, ma nuk po i kushton rëndësia atyre që po i thuhet, po e ambienti toksik po vazhdon me ekzistu aty. Po. Kështu që në ato raste gjithmonë mendoj kam dëshirë të shkoj te burimi. Atëherë po e themi, ai person duhet të sillet në ordinancë. Po. Na nuk kemi kompetenca, nuk kemi mundësi tash të shkojmë bashkë me pacientin të shtëpia e tij ose e saj që të intervenojmë në çështje. Kjo i çdosh të bëhet nga ato shërbimet sociale që ndoshta duhet të ishin si aneks i shërbimeve sidomos psikiatrike, por tjetër mundësi nuk kemi. Nëse është dikush shoqërues, shpesh personat vinë me një familjar të tyre që ose i sjellin ose i shtyn për me ardhur te mjeku për me adresu hallin që e kanë, atëre në bashkëpunim me ta kërkojmë që të sillet po ashtu, pra që të bindet në një mënyrë që personi në fjalë të bindet për të ardhur te mjeku dhe të bëhet një komunikim i mirëfillt me ta. Kështu që sigurisht psikiatrit kanë besoj më shumë, po edhe personat me simptoma të ngjashme e kërkojnë edhe ndihmën e neurologut shpesh, kemi raste të tilla. A i ke ndihmu në herë në kujt që shtot? Nuk e di. Po më kujtohet ndoshta. Po. Është interesant se unë mundohem spaku çaj person që ka ardhur te unë, edhe është një farë forme i humbur edhe është po lyp gjithçka, tyle farë zgjidhje për mja zgjidh vetit problemin, e unë e di se ku është problemi, mundohem qatë person me shty që ai me i bon ndryshimet në mjedisin e vet toksik, sepse në fundit që tha shumë mirë, nuk mujmë i shku të shtëpia, nuk mujmë na me i pastru problemet që kanë Këtu ndryshojnë edhe shumë rrethonat sociale në cilin jeton një person. Tash ndryshe është të flitet për një grupe, marr shembull 30 vjeçare e cila jeton në një mjedis urban, është vetëm me bashortin ose ka hapësirën e lirë për të vendosur për të shkputur një marrëdhënie ose për të shkputur një raport me dikon familjar që mendon se ka ndikim nga ai person, jo domosdoshmërisht bashorti, po ndryshe është kemi një person të moshës ngjashme, gjinisë ngjashme që është diku në një ambient ma jo urban, ndoshta themi, ose edhe urban, por që konstrukti social ose konstrukti familjar është i tillë që ti nuk mundesh aty me nuk vendos ajo vetë për veti, ose bashorti nuk vendos për ta. Veç besam që edhe qëtët e që kjo urbania, besam veç duket në sipërfaqe që është thët, po thellë mrena, thuaj se është Kur gërvishtim pak ndoshta. Po, është i njëjti, kur gërvishim pak, është i njëjti patern, për shkak që na si shoqëri Edhe një gjë tjetër të cilën unë zakonisht e praktikoj është që kur vjen një person për konsult, për vizitë, në qoftë se ai nuk shpreh dëshirë të jetë vetëm me mua, sepse në fundit nuk mund të detyrojmë dikën ta ketë patjetër një familjar, vetë ka ardhur, vetë dëshiron, nuk ka nevojë, nuk ka dëshirë të jetë ndonjë familjar tjetër ose dëshmitar aty, është në rregull. Por në qoftë se në derë i ka edhe 3 familjarë të tjerë, edhe pyesin a muj me hi edhe unë me qenë prezent aty, unë e them nëse pacienti që ka ardhur në vizitë për to nuk paraqet ndonjë pengesë, ju mund t'jeni.
sepse vjen me një prindin, vjen me vajzën e tezës, vjen me vjehrën, vjen me bashortin, ku e diun, vjen me fëmin e vet. Prandaj mirë është që çajo porosi, sidomos nëse do të kemi të bëjmë me një rast të kogdhimjes kronike, po e shohim që prapavi ka ngarkesë fizike, ka ngarkesë psiqike, ka simptoma tjera. Atëherë mirë është që të bëhet një vizitë grupore, sa të dëgjohet halli i pacientit, të jepet pacientit mesazhi se ku qëndron problemi, po duke i dhënë mesazhin pacientit, i jepet mesazhi edhe familjes se çka është problemi. Sepse në këtë mënyrë pra bëhet një informim i të gjithëve se në çka duhet të ketë rëndësi një person në fjalë. Cilën lloj ushqimi duhet ta shmang, si duhet flej, pse nuk duhet mërzitet nëse djali pas ka ardhur në ora 12 natës, 20 vjeçar në shtëpi, që nuk është tragjedi, domethënë të jepen disa mesazhe edhe personit në fjalë, po edhe familjarëve të vet që ndoshta edhe familjarët deshën apo s'deshën, me apo pa vedije, ndoshta mendon një veprim të tyre po e shkaktojnë një stres nënës tyre. Kështu që theu në ora 11 në shtëpi, nëse nëna që ka çaq problematike, ardhja jote në ora 12 në shtëpi themi, dhe po i shkaktoj ka nënës çdo ditë kogdhimbje. Atëre po e dramatizoj pak, po janë gjëra reale që ndodhin në përditshmëri. Kështu që për atë arsye po duam të thonë një intervenim i vogël, ndoshta në një faktor që po e nxit dhimbjen e një personi, e shmang nevojën e përdorimit të barit, sepse nuk është problemi i vetëm personi që po vun, po problemi është edhe dikush tjetër që po ja shkakton atë vujtje apo atë kogdhim. Të na sidomos, çfarë po them është gjë. Dhe gjithmonë këto janë gjëra që mundesh me intervenu. Se kur bëhet fjalë për shembull ka marrë vesh për diagnozën e një familjari, një smundje kronike, një smundje themi e pashërueshme, atëherë janë komplet gjëra të tjera që aftësia e ndërhyrjes është shumë më e vogël. Po për gjëra të tilla që mund të intervenohet, qoftë fizikisht, qoftë me fjalë, atëherë është mirë. Prandaj gjithmonë dua që të jem në këtë drejtim që të dëgjojnë sa më shumë familjar, por edhe interpretimi që ja bën personi masanej familjarëve të mos deformohet. Sepse unë i them diçka tjetër, personi përballë meje e kupton ose keq kupton dhe transmeton diçka tjetër familjarëve të vet. Prandaj të dëgjojnë sa më shumë njerëz. Çka është më rëndësi që ta kuptojnë njerëzit që në aspekt kulturor kemi problem, sepse me gjenerata është përcjell një presion, një tension që është shkaktu, për që ato kena edhe shumë pranishmëri të kogdhembjeve kronike me tension, për shkak të tensionit dhe presionit shoqëror që vazhdon të bëhet, na që ja bojmë njëri tjetrit, familjarët që na bojnë neve. Dhe me thoni një temë që flitet në sferat e ndryshme, tash podcasti jonë është i bazuar më shumë në shkencë dhe në çështje mjekësore, por prap shumë probleme mjekësore që i kemi si rezultat i problemeve sociologjike ose vish me thonë psikosociologjike. Kështu që shumë mirë që po atë arsye po mendoj kur u pajtum që të flasim për diçka, domethënë u pajtum që të flasim për diçka jo konvencionale, por që duhet me qenë konvencionale, mendoj, sepse nuk është çështja që vizitat përfundohet për 2 minuta me përshkrim të ilaçit, po është qasje që të kogdhimit duhet t'i adresojmë sidomos kur po flasim për kogdhimbje, me qëllim domethënë motivi në bio smundje. Prandaj smundjen duhet ta trajtojmë. Shkurt shqip kryt na vëm për mendje ngushtësisë neve shqiptarëve. Tash kogdhimi është problem global mos. Po. Veç kështu po them kur po flasim tash për këto problemet që janë pak a shumë kulturore, siç ato që përmendëm më herët, që aty e kanë resursin. Okej. Kafja thik me 2 teha. Për disa zgjidh problemin e kogdhimjes, disa e shton. Shumë studime ka, kundërthënëse ka mbet në literaturë klasike që kafeina dhe jo vetëm kafja, por gjitha produktet që përmbajnë kafeinë, tein dhe substancët të ngjashme stimuluese shkaktojnë shtimin e dhimbjeve të kokës, sidomos për migrenë kur po flasim, sepse kjo puna e migrenës është shumë e ndërlidhur me llojin e ushqimit. Mirë po ka edhe migrenoz që vjen thotë si të pi kafen mund dalet kogdhimbja, kështu që tash duhet një pikë pyetje me thonë a është diagnoza e migrenës e sigurt në këtë rast? A e kemi diagnostiku mirë? Apo ka
ndryshim, dallim individual në mikrostrukturën trunore që e bën këtë dallim. Po në parim vlen që kafja është një stimulatore e dhimbjeve të kokës së migrenës, sikurse që është vera e kuqe, Okej. sikurse që është Ose djathi i alkohol. bardhë, sikurse që mund Pse të djathi i jetë bardhë? langjet e gazuara, langjet energjike, sikurse që mund të jetë mishi i kuq, skara, ushqimi i tymosur, sidomos mishi që mbahet në frezë për kohë të gjatë, pastaj shkrihet për të përgatitur, lirohet histamina dhe kjo e zgjeron të gjë për shkakton migren. Okej. Sikurse që mund të jenë këto ushqimet e krypshme, të ndryshme, kikiriki, si gjëra që shpesh shkojnë me birë para ekraneve, para futbollit. Po. Domethënë këto janë gjëra të cilat munden me i shtu dhimbjet e migrenës. Që ushqimi është me rëndësi, uria është me rëndësi. Pra uria e shton numrin e dhimbjeve të kokës. Pyetja hit që bëhet në kohën e Ramazanit është a mund të agjëroj. Një migrenoz thot a mund të agjëroj. Tash unë myftiu mbi emrin e kam, po kështu urdhresa fetare nuk jap, po informoj që uria në bazë të literaturës dhe në bazë studimeve e shton numrin e dhimbjeve. Personi vendos vet a dëshiron të agjëroj apo jo. Në qoftë se gjatë agjërimit shtohen numri i dhimbjeve të kokës, sigurisht që uria është një faktor me rëndësi, e vendos vet. A e duron dhimbjen apo nuk e duron dhimbjen, apo don të marr terapi apo jo. Kështu që uria është me rëndësi, sasia e gjumit është me rëndësi, faktor stresues, faktor psikogjenik është me rëndësi. Gjumi a është faktor, a është do me thonë shkaktar direkt, apo është sekondar i kokëdhimbjes, apo është dyjat? Vështirë të jap një përgjigje për momentin, po sigurisht që personat të cilët kanë më pak gjumë, do të kenë edhe më pak të nesërmen ose pas periudhës shumë të gjatë të pagjumësisë, do të jenë më depresiv. Po shkon në mënyrë zinxhirore në fakt. Do të kenë prirje për të pas më shumë probleme psikologjike, prandaj direkt ose indirekt do ta ketë ndikimin e vet në migren. Këto kompresat e ftofta, vaj pepermintit, akupuntura, çfarë thot shkenca për? Shkenca i pranon, sepse ekziston një koncept në trajtimin e migrenës dhe mirë që bone këtë pyetje, ekziston një CAM nga anglishtja, CAM, Complementary and Alternative Medicine. Dhe kjo është një prej shtyllave të trajtimit të migrenës. Prandaj, çfarë nën kupton kjo? Nën kupton metoda të ndryshme plotësuese dhe alternative. Prandaj, qoftë ajo kompres, ajo që është hit është shpimi i laprës së veshit. Do thotë personat vinë dhe thonë lapra, shpimi i pjesës sipërme të laprës së veshit. Dhe unë them, po, be my guest. Bane. Unë nuk e bëj, nuk është zyrtare, nuk është një diçka që zyrtarisht rekomandohet. Aty ku e bën duhet ta kesh shumë kujdes se kush e bën. Te kush e bën. Me çfarë gjylpone e bën, sepse prej asaj mundesh me marrë edhe një meningjit. Çfarë? Kështu që është në vendimin e juaj nëse do ta bëni apo jo. Dhe rezultatet unë nuk jam në dieni që ka studime sikurse që bëhen për barna se si ndikon kështu placebo control randomized trial shpimi i veshit kundër atyre që s'e shpojnë veshin, por ka persona që vinë dhe thonë dhimbjet më kanë dalë të migrenës, por kohëve të fundit ka persona që vinë dhe thonë nuk më ka bë ndonjë ndryshim. Po, varet prej personit. Dhe tash këtu hyn edhe efekti tjetër placebo, efekti psikologjik, efekti motivimit, efekti tjetër e kështu me radhë, siç mund të ketë edhe persona që vinë te neurologu dhe i jep një terapi për paksimin e numrit të dhimbjeve të kokës dhe prej 25 ditëve me dhimbje, mas 4 javë vjen dhe thot asnjë ditë me dhimbje koke. Do thot super, për mu perfekt. Mirë po, shumë pak e besueshme edhe nga ana ime që prej 25 ditëve u bë 0 në 30 ditë. Tash, a ka rol edhe motivimi, a ka rol edhe besimi edhe kështu me radhë, nuk e di. Kështu që ky koncept i mjekësisë alternative dhe komplementare ku përfshihet akupunktura, kiropraktika, terapia fizikale, fitnessi,
ndryshimi i stilit jetësor me aktivitet fizikal, rehabilitim fizikal, ndryshimi i stilit të jetës së kështu me radhë, lejohet, sugjerohet, unë sugjeroj, inkurajoj, shty, sepse një pjesë, qoftë edhe kur po flasim për migrenë, që ka një strukturë kimike, metabolike në tru që e shkakton migrenë, pra nuk mund të themi se kjo është psikogjene plotësisht. Mirë, po ndikimi që do të bëjmë nga jashtë, qoftë me barna, qoftë me ndryshimin e stilit jetësor, do të jetë jashtëzakonshëm. E tash mi prek edhe pak ta që janë matrall, se folëm për migrenën edhe kokdhimin me tension, po e dim edhe për kokdhimit që vinë nga dëmtimi traumatik i trurit të BI-a. Çka rekomandohet tek ta persona? Një prej këtyne komplementare që e përmene është terapia EMDR edhe yoga. Qa kështë sugjeru të kështu në... Kemi edhe stimulim transmagnetik, që tash ka tendencë, sigurisht do të futet shumë shpejt edhe në trajtimin edhe të migrenës dhe të formave tjera, po edhe të dëmtimeve të tjera. Ka edhe biofeedback, që po ashtu është në fillet e veta, dhe më thonë në kushte e hulumtuese në laboratore është gjithsesi që po përdoret, po edhe në praktikën e përditshme sigurisht që pritet të na vinë. Prandaj janë metodat të cilat veç po e hapin rrugën e ardhjes. Këtu mos të harrojmë të përmendim në shtejash këtyne për botoksi është po ashtu një... Po, kam dëgjuar që botoksin e përdoren shumë. Një hit e ditëve, e viteve të fundit, ka edhe ndaj studime dhe rekomandohet me uzus ndërkombëtar dhe trajtimi i botoksit për migrenë, për migrenën kronike. Migrenë kronike është migrenë nëse për 3 muaj rresht një person ka më shumë se 15 ditë në muaj dhimbje të kokës migrenoze, domethënë atëherë quajmë migrenë kronike dhe i udhëzojmë për trajtim të migrenës. Kështu mendoj që kemi një zbrastin në kuptimin neurologjik që ne duhet ta sjellim dhe ta fusim në përdorim edhe këtë metodë, sepse ka mbet fatkeqësisht në domenin e jo neurologëve aplikimi i botoksit për punën e migrenës. Ka pak pacient, nëse mund të them, që po i shohim që po e aplikojnë këtë, zakonisht në vendet e jashtme që po shkojnë dhe po vinë. Rezultati nuk është i jashtëzakonshëm, themi që ka bërë një revolucion sikurse me barnat e tjera, por është edhe një metodë që tjetër ndihmëse. Po të barnat do të vim, ndoshta prap, po edhe të barnat do ta përmendim, asa ne pse barnat janë me rëndësi. E këta me PTSD, për shembull, që kanë kokdhimbje edhe normal simptoma të tjera të PTSD-s, ç'a mendon për terapinë me psychedelics, me psikedelika, që shpithojnë në Shqip? Nuk kam ndonjë njohuri për atë fush, kështu që nuk di se si ta komentoj. Po thojnë për rezultan shumë mirë në Amerikë, kështu psychedelic therapy për PTSD, po nesër ashta një ditë mbrinë edhe të na. Se njëherë konceptohet... Nuk... Këpurvat janë shumë scary hala për neve këtu. Okej. Mungesa e vitaminave dhe mineraleve. Tash kemi disa të dhëna klasike që ndërlidhen punën e migrenës me mungesën e disa vitaminave, dhe njëra prej tyre më e famshme është riboflavina. Dhe me riboflavin, do më thonë, këto kanë qenë 80-at apo 90-at e shekullit të kalum, kur ka qenë aktuale trajtimi me riboflavin i migrenës, por që edhe të personat të cilët kanë qenë deficitar në riboflavin, e që shumë rrallë ndodh me pas deficit në riboflavin, apo suplementimi me riboflavin nuk është se ka rezultu dhe tash është më prej, si me thonë, intervenimeve që konsideron si intervenime plotësuese në udhëzuesin e International Headache Society, pra nuk hyn në kategorinë e barnave që kanë efektivitet. Siç për shembull ergotaminat po tentojmë t'i zhdukim nga përdorimi për shkak të efekteve ansore të shprehura dhe vazhësisë potenciale që mund të shkaktojnë. Kështu që B2 ka qenë një prej elementeve domethënëse. Ajo tjetra që është një prej temave hit, po ashtu kohëve të fundit, është magnezi. Cilin e marrin gabim gjysa. Do të thot magnezi. Magnezi ka studime që kanë dalë në
vitet e fundit për migrenë si terapi shtesë një ilaçi për migrenë, jo terapi e veçantë. Po. Që dozat suplementimi në ditë prej 600-800 mg në ditë rekomandohet që t'u jepet këtyre personave që vujnë nga migrena dhe që kanë nevojë për terapi profilaktike ose mbrojtëse, të cilën po e përdorim shumë. Dhe në disa raste po bëj pak edhe ndonjë eksperiment, ndonjëherë kur nuk ka një person themi migren shumë të shpesh, jemi ashtu në kufi, t'i japim terapi vazhdueshme apo jo, ose kur po mendojmë që ka ndonjë faktor tjetër nxehtës që ndoshta korrigjimi i atij faktori nxehtës do të shkaktoj paksimin e numrit dhimbjeve të migrenës, atëherë po them, hajde vetëm magnez të qyrim çka Veç llojin e magnezit, dok për shembull krejt po e marrin citrat oksidatën tregun tonë shumë e limituar ku mundesh me gjetë glicinat, mendoj që është e rëndësishme edhe lloji i magnezit, sepse krejt thonë po marr magnezium, cilin po merr është ajo magnezium zink, si doza magnezit është minimale, e marrin në një kohë gabuar ditës, dozën e gabuar po edhe llojin e gabuar. Kështu që glicinati është mendoj çaj që luan rol në këtë rast. Duhet ta kemi pak rol më shumë në informimin edhe në përcaktimin e llojit të magnezit të cilin e marrin personat. Pra këto dy janë kryesorët. Ka pas prap më përpara, domethënë diçka që ka mbet para meje në studime, vitaminën C, dozat e larta të vitaminës C ju është dhënë pacientave me migrenë. Një kohë B12 që tash ky joker vitamini i cili po e kontrollojnë pothuajse çdo problem neurologjik, mos ka mungesë të vitaminës B12. Më e rëndësishmja vitamina D. Vitamina D 90% të njerëzve kanë mungesë vitaminës D në bazë rezultateve që po na vijnë. Nuk është se ka ndonjë ndërlidhje në dijenin time. Nga sa kam njohur dhe kam lexuar që mund të ketë ndikim në e zbut nashta pak gjendjen depresive të të njerëz. Ajo mungesa e vitaminës D pastaj për problemet e tjera është qashtë. Fiton kuptim të madh. Që mandej në mënyrë zinxhirore mundet me reduktu kokëdhimbjen. Fatkeqësisht, domethënë përshtypja kështu e lirë, mund të them që ndoshta 3/4 e rezultateve të vitaminës D të njerëzve të cilët nuk marrin suplemente për vitaminë D janë të ulta. Edhe pa marrë parasysh a jemi në dimër apo në verë, rezultatet janë të ulta. Kështu që kjo ndoshta gjeografia në cilën jetojmë, por edhe ushqimit të cilin po e konsumojmë, ekspozimin të cilin po ja bëjmë diellit, po ka një rol domethënës. A luan dhe hidrimi rol në kokëdhimbje? Shumë. Ato e harum, qefshe, harum ta përmendim, sepse prej faktorëve që i përmenda të llojit të ushqimit, të gjumit e këto që i përmendëm aty u dash të ceket patjetër dehidrimi. Dehidrimi është një prej faktorëve kryesor që shkakton kokëdhimbje. Dhe interesante është kur thuhet 3-4 litra në ditë duhet konsumoni ujë, 3-4 litra në ujë në ditë është me një reagime. Kështu që ajo sasia e rekomandum sigurisht duhet të sillet në këtë nivel, por një prej intervenimeve është edhe hidrimi. Praktikisht ajo që ka bëjmë edhe kur kemi një person i cili vjen në status migrenos, themi. Domethënë status migrenos është nëse dhimbja e migrenës vazhdon më shumë se 3 ditë dhe nuk reagon në banët e zakonshme, ose kemi ndonjë rast tjetër që kemi kokëdhimbje kronike më shumë ditore, atëherë një prej trajtimeve të cilën e aplikojmë është hidrimi përmes tretjeve intravenoze. Pra faktikisht po mundohemi me e hidru një person. Por dehidrimi është gjithmonë një faktor e harrojnë vazhdimisht është që hidrimi nuk bëhet vetëm përmes ujit, edhe frutat kanë ujë, është e rëndësishme me hongër fruta, me hongër perimet në mënyrë që me marr hidrimin edhe në qatë formë. Edhe një diçka tjetër që njerëzit shumë herë e ngatrojnë është ndjenja e urisë me ndjenja e etjes, dhe shpesh herë e neglizhojnë për shkak stili jetës që shna ka bo, domethënë fokusi në telefon vazhdimisht, je i zhytun që atë ndë një pikë fokale ku nuk edhe qafën jetu e lëndu, edhe posturën e kimat keqe je ka i bën mjedisin shumë të favorshëm për kokëdhimbje, marr parasysh që je ka nisësh prej faktorit fizik, edhe mandena jetu thellu edhe të pjesa që jetu e neglizhu etjen, mandej edhe urin, edhe në atë formë edhe jetu u dehidru, edhe jetu e ushqy për njerëzit migrenoz përmes uris, do me thonë, jetu e rritë mundësin që me dhimbë të kryt.
Lidhja e zorëve me trunin, gut-brain connection. Mikrobiota e Po. famshme, tash jemi hyrë në një rrugë dhe në një shteg ku po marrim shumë informata që ushqimi që të cilin po e konsumojmë faktikisht po ndërlidhet automatikisht në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort me smundjet që i kemi. Domethënë smundjet neurodegenerative, Po. smundja e Parkinsonit, smundja e Alzheimerit, janë dy smundje kështu reprezentative, do me thonë se të cilat i kemi në numër të konsiderueshëm. Gjithmonë e më shumë kemi dëshmi të cilat tregojnë që një mikrobiot e caktuar apo intervenimi në një mikrobiot të caktuar e pakson këtë rrezik, atë rrezik dhe këtë rrezik. Kështu që ushqimi, jo vetëm mungesa e ushqimit kur folim për kokëdhimjet, po edhe lloji i ushqimit të cilin po e konsumojmë, po fillon, Po. ka qenë sigurisht gjithmonë, po krijohet një vetdije tani te njerëzit se qenë ka i rëndësishëm, dhe kur them qenë ka i rëndësishëm, tash gabimi më i madh njerëzor që po bëhet është që fjala bjen po pson një infarkt në trurin në moshën 60 vjeçare, çka po ndodh mas një jave? Po e lo duhanin? I lash brumrat, e lash ato, tash fillon me marr vajin kështu, ma përpara e përdorshin vajin kështu, domethënë po fillon mu ndryshu gjendja në moshën 60 vjeçare, masi ke pas një problem. Ose themi po fillon me ndryshu gjendja në moshën 40 vjeçare kur pak po vetëdijsohesh se këto është faktor dhe kur po fillon frika e asaj që gjysën e jetës e kalova edhe gjysa e jetës tjetër nuk është e sigurt. Qashtu, ato të mbri edhe 40 tjera. Po filloj nga vetja. Kështu që, sidomos nëse të lind edhe fëmija, atëre ty fishohet ky lloj mendimi. Dhe po harrojmë që faktikisht intervenimi duhet me qenë prej lindjes, prej shkollës që duhet t'i dhonë atij të voglit se çka të ushqehet, prej ekspozimit në ushqime të ndryshme, faktikisht prej aty po fillon modifikimi i faktorëve jetësor. Dhe tash në kohën tonë moderne, kur gjithçka është e paketuar, gjithçka është e procesuar, gjithçka është e bleme, gjithçka nuk ka asgjë nga burimi, edhe ajo që vjen nga burimi është pikpyetje, cili është ai burim, është e pashmangshme me ik këtij kurthi alimentar, këtij kurthi të ushqimit, por mesazhi tash ndoshta i endokrinologëve, i nutricistëve, i Ministrisë së Shëndetësisë, pse jo, është që të formohet kjo plani i madh, master plani i madh i ushqimit. Patjetër që ta kemi edukimit, mas pari të prindve, të cilët kanë përgjegjësi tash për atë qenien e vogël që po lind dhe po zhvillohet, do thotë që sepse është një problem tash i gjeneratës, i brezit. Do ja do ta fillojmë një brez të ton, ta edukojmë dhe pastaj ai brez të bart informatën tek tjetri, sepse me ne fatkeqësisht pak kemi vonu për vetveten ton, por që mundohemi me ndryshu do të ndryshojmë. Kështu që mikrobiota nuk është larg, do të thonë është perspektiva. Me rëndësi është ardhmëria. Mikrobiotën e zorëve me popullu që shduhet, do me thonë bakteret e mira mi ushqy në organizmin tonë, mandej bëhem edhe na popull ma i mirë. Kështu është ardhmëria. Pra ajo që po e përmende parandalimi, fatkeqësisht do me thonë tash në shumicën e smundjeve, tash nuk po flasim për migrenën, se nuk është një smundje progresive, degenerative, por nëse po flasim për smundjet më në gjërësi, sikur që është Parkinsoni, sikur që është Alzheimeri, atëherë na nuk kemi shërim për këto smundje. Do me thonë, nuk i shërojmë, i trajtojmë, e modifikojmë ecurinë e smundjes. Do me thonë, një Parkinsoniku ja zgjasim jetën pak, një Alzheimeri ja zgjasim jetën pak, apo bëjmë mirë Alzheimeri që po ja zgjasim jetën, është çështje tjetër, debat tjetër. Por në këto kemi mundësin vetëm fuqin e parandalimit. E kemi një person, po i dhem koka, po kthemi krejt në fillim primare, sekondare, e kemi primaren, është ose migrena, ose me tension, ose diçka traumatike tjetër.
çka bojmë me atë person? Qysh e rekomandojmë? Qysh është ecuria e trajtimit deri te pjesa farmakologjike? Më tregon a është triptani hala standardi i artë? Triptani është një standard, njëri prej standardeve. Do thot më rëndësi është në momentin e parë të takimit me person të gjykoni a është një kokëdhimbje urgjente apo nuk është urgjente. A është akute apo nuk është akute. Faktikisht a është primare, a është sekondare. Nëse keni përballë një person për cilin jeni bindur që ka migrenë apo ka një formë tjetër kronike të dhimbjes së kokës, mas pari këtij personi duhet t'ia ndalim dhimbjet. Tash e kam mëson që shko me ta marrë zanatin dok apo. E mirë se ardhunje në neurologji. Jemi të interesuar që të kemi sa më shumë neurolog, edhe jemi shumë të lumtur që kemi tash një brez neurologëve të ri në të 30-tat që gati janë në përfundim të specializimit edhe që të dalin kështu freskt poster, ata që kanë mbetur në Kosovë, që s'kan shkuar në Gjermani. Ata që shkun. Kështu që e gjykojmë pra ky është gjykimi i parë. Në qoftë se është një migrenë tipike, atij personi na duhet t'i japim terapin. Tash në qoftë se triptani e përmend, në qoftë se një person me migrenë, triptani është vetëm për migrenë. Po. Në qoftë se një person ka 2-3 sulme në muaj dhe ja japim një triptan dhe ai triptan e pakson kozgjatin e këtij sulmi, e shkurton vujtjen e personit, kjo është çësia e vetme që e bëjmë në këtë rast. Po. Nuk mundemi më shumë të bëjmë diçka atij personi. Por në qoftë se një person ka numër më të madh të dhimbjeve të kokës në muaj, atëherë një herë në javë, 2 ditë dhimbje, kjo është shumë. Edhe 2 dhimbje në muaj mund të jenë shumë. Varet edhe çfarë dhimbje janë ato. Kështu që në atë rast 2 shtylla të terapisë kemi, ose do t'japim terapi të sulmit, që mund të jetë triptani, mund të jetë një analgjetik tjetër që vepron te ai person, dhe kemi shtyllën e dytë që është terapia profilaktike ose terapia mbrojtëse. Dhe edhe këtu është shumë e rëndësishme që te bari që deshtëm pak më herët me u ndërlidh, është që mos jetë porosia që nuk dojmë me përdor barna për migrenë ose për kokëdhimbje. Jo, ka barna shumë të mira. Shumë që ja u kanë lehtësu njerëzve jetën duke i përdor ato. Mirë, nuk është vetmi ilaçi. Ilaçi duhet me qenë 50% e punës me atë person, 50% tjetër është ato krejt që ka folim deri tani. Dhe pastaj, nëse gjykojmë që një person ka nevojë për paksim të numrit të dhimbjeve, për zbutje të intensitetit të dhimbjeve, atëherë patjetër japim terapi profilaktike, që kemi disa opsione. Pra zgjedhim ose një beta blokator, zgjedhim ose një blokator të kanalit kalciumit, pra që janë banat ngjashme me antihipertenzivët, zgjedhim ose një antiepileptik, ose zgjedhim një antidepresiv. Pra që shpesheni krejt barnat janë për diçka tjetër. Prandaj gjithmonë duhet m'ia shpjegu personit, hey, unë po ta përshkruaj një beta blokator, ky është një ilaç për ritëm të zemrës, po ti ke kokëdhimbje. Domethënë sepse ajo që ballafaqohemi shpesh në barnatore është që farmacisti e lexon, a ke epilepsia? Dhe ai person jo, dhe lind dyshimi. Vjen prap. Mi ke shkruajt barnat për epilepsi, ç'a është kjo? Prandaj na duhet më i shpjegu atij se shiko, sepse këto janë barnat të cilat janë për epilepsi, janë për depresion. Mirë, po janë edhe për migrenë. Sepse me kalimin e viteve janë bo edhe studime të mirëfillta që kanë dëshmuar që ky ilaç mund përdoret në migrenë dhe ka efekt të mirë në paksimin e dhimbjeve, prandaj duhet mi dhoni informatën paraprake që mos befasohet nga farmacisti. Kështu që kjo është qasja në radhë të parë kur kemi të bëjmë me një kokëdhimbje kronike. Dhe pastaj normalisht që ulëmtojmë arsyeën. Na nuk do të gjejmë kur gjë e thash në fillim në rezonancën magnetike. Mirë po, një person që ka dhimbje kronike të kokës meriton me pas një rezonancë magnetike. Sepse, pa marrë parasysh që ka një dhimbje tipike migrenoze, duhet ta ketë edhe një rezonancë magnetike, sepse mund të jetë diçka tjetër e rastësishme, e çuditshme, që ndoshta nuk ka lidhje me migrenën, por mund të jetë diçka tjetër. Mirë po, këtu duhet të dallohet ajo urgjenca, nuk duhet të thuhet personit, pra nuk duhet mos ta përmendi termin shantazhim, duhesh me bërë rezonancën magnetike që unë me fillu trajtimin e migrenës tënde. Jo, ti fillo trajtimin e migrenës dhe shko caktoje terminin në klinikën e radiologjisë, dhe nëse vonohet edhe 2 muaj termini për rezonancë magnetike, mundesh me pritë rezonancën magnetike. Domethënë nuk ka urgjencë rezonanca jote për me ngarku sistemin ose mos me prit 2 muaj.
Dhe kur kemi një rast tjetër, normalisht që gjykojmë që kokëdhimbja është e re, ka shenja të dyshimta, ka shenja që nuk lejojnë hapësirë për pritje, udhëzohet në emergjencë ose kërkohet një imazheri urgjente. Po këto janë pak, rastet pakta, rastet më shumë janë të këtilla që paralelisht, prandaj e zgjedh atë trajtimin që paralelisht me trajtimin të shkojë edhe hulumtimi. Qa mi thonë këtu në njerëzve që kanë dhimbje kronike të kokës edhe marrin brufena kronikisht. Ata njerëz pikërisht duhet me i pru në spital, edhe ata njerëz duhet me i fillu këtë lloj të trajtimit profilaktik, sepse nuk është brufeni, shpesh është pyetja tjetër tash, kupton pyetjet e pacientëve, a është brufeni keq më përdor? Jo, nuk është keq brufeni më përdor. Brufeni është sikur çdo ilaç tjetër, paracetamol nuk është keq më përdor, po duhesh me e ditë çysh më përdor. Do më thonë, në qoftë se ti ki nevojë 2 herë në muaj për brufen, është krejt në rregull. Nëse ki 3 herë nevojë për brufen, është krejt në rregull. Po ti nuk mundesh me përdor brufenin çdo ditë. Normal. Nuk mundesh ti me përdor me shku në emergjencë çdo ditë me marr injeksion, diklofen, diazepam, DDD, treshje e famshme. Prandaj brufeni përdoret aty kur ka nevojë. Por, në qoftë se ti ki nevojë çdo ditë me marr brufen, atëherë do thotë keni kokëdhimbje kronike, ti ki nevojë për barna të tjera që e paksojnë nevojën tënde ditore për brufen. Qashtë, edhe sigurisht që the 50% që është bari, 50% që tjetër është për krahja në mënyrë që se shumë njerëz frigohen prej simptomave këtune efekteve anësore, efektet anësore i parandalon duke bo 50% tjetër me kreto që a falem derit e barnat. Krejt në fund ajo përmbledhja duhet të jetë në atë mënyrë që personi duhet me marrë terapinë nëse ka nevojë me marrë, duhet me marrë udhëzimet jashtë terapisë, jashtë farmakologjike që duhet me i marrë, edhe në fund me kuptu që ka një smundje që quhet kokëdhimbje. Po. Dhe mos me vazhdu me lyp arsyeën pse kom kokëdhimbje, do me thonë, nëse unë jam neurologu i 6 që ka ardhur për kokëdhimbje, pra me marrë mesazhin që nëse shkon edhe te neurologu i 7, i 8, i 9 mas meje, kime marrë përgjigjen e njëjtë. Masi edhe qëto, po ta bëj pyetjen e parë të fundit tash, se është jena të orë të fundi, për me i bindë njerëzit që mëse ljëp shkakun tjetër, çka ndodh, a ma spjegon veç pak si në fakultet që na spjegoj shumë mirë. E kom pas dokin asistent. Ma spjegon, çka ndodh në tru që ashtu të kur dëm kryt, kështu në nivel neurologjik, like hormonët, krejt, qysh është një farë rrugë e shkaktimit të kokëdhimbjes. Piknisja e dhimbjes është zakonisht në trungun trunor, janë bërthame të saktume ku fillon procesi i dhimbjes së kokës në trungun trunor, dhe masane shkron 2 koncepte janë për me shpjegu, mas shumë punime janë bo me migren, po 2 koncepte janë, është fenomeni i përhapjes së rrymës elektrike në tru, shpërndarja e potencialit aksional që shtrihet në tër trurin edhe jep një sinjal të dhimbjes, do më thënë të nga nociceptor që vjen. Edhe koncepti i dytë është vaskulare. Do thotë që shkon informata në arterjet e trurit, në zonat e caktume, se përmendem aurën për shembull, pra mund të shkojnë në zonën e pasme në tru, në zonën occipitale ku është qendra e pulmonit, prandaj personi mund të fillojë të hetojë disa drita, zhurma, xixa të ndryshme. Dhe kjo është ajo përhapja e informatës kortikale përmes rrymës elektrike edhe përhapja e informatës që shkon përmes arterieve, ku në murin e tyne lirohen disa substanca të caktume, substanca P, glutamate, kështu me radhë, edhe pastaj bëhet zgjerimi ose ngushtimi, përkatësisht injicohet një inflamacion, një pezmatim. Dhe si pasojë këtij pezmatimi vjen deri tek dhimbja e kokës. Dhe element shumë i rëndësishëm te pezmatimi, mos ta lëm pa e përmend edhe klasterin. Klasteri është një shenjë, është një kokëdhimbje tipike ku e sheh pezmatimin në atë region trunor që manifestohet. Klasteri është një formë e dhimbjes e veçantë, shumë interesante, shumë specifike, që e përfshin vetëm gjysën e kokës. Është një dhimbje shumë intenzive. Është një dhimbje ku ndjeshmëria në dritë është shumë e madhe, prandaj shpesh ata vinë me syza dillit në emergjencë ose me shallë lidhur ose me kapuç lidhur.
dhe simptomat autonome që e shoqërojnë janë shumë të shprehuna. Dhe ajo anë në cilën ka dhimbje, ka lottim të synit, ka skuqje të bardhë të synit, konjunktivës, ka ajtje të kapakëve të synit, Edhe ka syni vetë. djersitje, ka sikur syni që duket sikur ka dalë jashtë, pak i frym. Dhe kjo është domethënë ai vazodilatimi që jepet nga inflamacioni që nxitet në atë tegën trigeminale që e provokon këtë klasterin. Edhe klaster pse quhet? Quhet klaster sepse kjo kokëdhimbje grupizohet ose shfaqet në momente të caktuara të vitit. Zakonisht historinë që e merr prej personit që vun në klaster është pa njëherë ka ndodhur kjo thot u kon kampionati botëror në Katar dimër, u kon dhjetor, që atëherë u kon lojra, e s'musha me kqyr fort lojnat me shok, dilshin kqyrshin e unë fort nuk musha me kqyr se që atëherë në patrok një herë, një 2-3 javë, thot, u kon. Masani po më kujtohet vjet kur kesh në dete në qershor, më roke e njëjta gjë, qershor 2024, dhe thot që tash në mars do sërish. Domethënë, çfarë po ndodh? Po klaster, po lokalizohet ose po grupizohet dhimbja në kohë të caktuara të vitit. Dhe automatikisht kjo bën me mendu migrena nuk sillet në këtë mënyrë, po klasteri sillet në këtë mënyrë, dhe sidomos nëse i ka edhe çdo veti që shoqërohen. Edhe në migrenë mund të ketë simptoma autonome shumë të shprehuna, po në klaster janë shumë më shumë të shprehuna. Dhe një intervenim që shpesh e bojmë që ka veprim ma shumë edhe ma të madh se brufeni ose paraceti për shembull, është që t'i dërgojmë në emergjencë dhe t'i themi vnoje moskën me oksigjen. Shoje deri në 15 ml oksigjenin full, baje moskën për 15 minuta edhe trego rezultatin. Dhe nëse ka lirim dukshëm të dhimbjes nga ky intervenim me oksigjen, atëherë diagnozën e klasterit kemi kolegat të harrova me përmend edhe teknikë. Kjo është tash kur është rasti shumë akut edhe duhet me trajtu kështu, po në përgjithësi për simptoma të lehta kokëdhimbjes edhe teknikat e frymarrjes janë diçka shumë të rëndësishme edhe sa shumë ndihmojnë në letimin e kokëdhimbjeve kronike që ashtu të spaku e kom pa dhe kom mësu edhe shumë studime kanë tregu që breathwork edhe praktikat e teknikave të frymarrjes të përditshme ndihmojnë në këtë send. Unë e klasterin e kom pas veç një herë në jetë dhe e kam ndodhur në fakultet. Milej neurë, nga stresi. të mësu. Po. Ai ke posa thu. Po, jo bashkë që ashtu që shë përshkruve, po veç e di që ta dy gishta ishte disha në sytë shtët, edhe kisha nevoj mi mshel. S'më isha me pas dritas me një kërkan as kur gjohë, s'më ka ndodhë kur, veç qatë herë. Mund t'jetë klaster, me që se nuk është përsërit as një herë, mund t'jetë klaster, sepse klasteri nuk do thotë që do të përsëritet. Po është një kokëdhimbje interesante, edhe një kokëdhimbje që shpesh ngatrohet me neuralgjin trigeminale, ngatrohet me migrenë, pra jepen konotacione të ndryshme me sinus. Kështu që Sinus, tema hit. Domethënë kjo është po e hapim një çështje tjetër. Domethënë s'po t'japim mesazh, domethënë sinus nuk ka sinuzit 1 vjet, 2 vjet që zgjat. Nuk besoj që ka sinuzit kështu 1 vjet, 2 vjet që dhem koka për shkak sinuzitit, prandaj kujdes. Ne kemi ORL, otorinolaringolog, mos t'i ceki emra, mos bëhet reklam, po kemi otorinolaringolog shumë të mirë, të cilat referojnë pacienta te neurologu për shkak se pacientët shkojnë te ORL-ja, po mbledhem koka për shkak sinusve. Domethënë kjo është një ankesë shumë e shpesht të njerëzit, edhe ata e ekzaminojnë dhe shohin që nuk ka ndonjë pezmatim në sinus ose ndonjë problem tjetër otorinolaringologjik, dhe thonë kjo dhimbje megjithëse nuk është ORL-gjike, prandaj shko te neurologu dhe faleminderim pa mas për ORL-ën për orientim të drejtë të pacientëve. Njëjtën duhet ta bëjnë edhe stomatologët më mirë, në kuptimin që te neuralgjia trigeminale duhet të kenë shumë kujdes. Neuralgjia trigeminale është një dhimbje, neuralgji është një dhimbje e veçantë, e cila është e shkurt, e befasishme, sekondshme, milisekondshme, shumë i shpejt, sikur therrje. Sikur me të zonë rryma në dorezën e metalike ose diçka. Po më patë ndodhë me herë, kur i pata zbarë dhëmë, të ndodhë ke qajo edhe më tut ke pak. Krejt libri neurologjist pas ka ndodhë. Kështu që dhe kjo neuralgji do thotë zakonisht shfaqet në
degën e nervit trigeminal në fytyrë. Zakonisht shfaqet në nufullën e sipërme ose nufullën e poshtme. Dhe kur kanë një dhimbje të këtij persona shkojnë te stomatologu. Normal, e pritshme. Po, dhe më dhomi diku sigurisht thot vetë me vete edhe shkon te stomatologu. Dhe stomatologu duhet, nuk po flas për gjithë, po duhet jap një porosi, një mesazh. Duhet jeti kujdesshëm. Ta verifikoj normalisht nëse ka ndonjë dhëm, ka diçka, po tu marr parasysh që shumë prej njëve ka një dhëm defekt ose me karjesë ose diçka. Nuk duhet menjëherë të shkohet në konkluzionin që prej kësaj është neuralgjia trigeminale. Trajtoja ato po mos e konkludo. Shumë dhimbje specifike dhe unë nuk mbaj mend ndonjë neuralgji trigeminale tjetë shkaktuar prej karjesit. Por mjafton të dëgjohet dhimbja e pacientit dhe të orientohet në neurologji. Mos të vi në neurologji me tre dhëm më pak, sesa që ka qenë para një kohe. Do thotë të kemi pak kujdes të dëgjojmë dhimbjen, se çfarë është, ta gjykojmë dhe ta dërgojmë neurologji për trajtim, ose fundi stomatologu të filloj trajtimin për neuralgji, sepse mund ta bëjnë edhe atë. E atë vinë pacienta dok që kanë probleme me të pamën dhe kanë përshkrim të dioptrisë të gabum, ose s'kan përshkrim dioptrisë fare. Ato nuk mund ta gjykoj, sepse nuk mund ta masun e dioptrinë e pacientit, do thotë. Po i shkon mirë me ditë njerëzit që shpesh herë edhe që ajo mund ta shkaktoj. Ato nuk mund ta mas, sepse ajo është një matje shumë specifike me një aparaturë specifike çështja e dioptrisë. Te ne vijnë pacient me probleme të pamunit dhe këtu kemi një bashkëpunim shumë të mirë me oftalmolog, sepse shumë e rëndësishme është të dallohet a nuk po sheh personi për shkak se ka nevojë për dioptri, se ka një çrregullim të thyrjes së dritës për shkak të thjerëzës, apo se nuk po sheh për shkak të dëmtimit të nervit të pamunit, sepse këto janë dy gjëra të ndryshme, normal. Dhe dy gjëra që po nuk u intervenu, sidomos në këtë dytën mund të mbetet përjetësisht i verbër ose me shikim të dëmtuar pa marrë parasysh që ka syze. Dhe jo gjithë ata që kanë dioptri dhe që kanë syze e kanë të dëmtuar nervin e të pamunit. Normal. Veç po them që ka shumë njerëz që nuk e kanë përshkrimin në rregull, edhe shpesh herë. Përshkrimin nuk e di, nuk mund ta gjykoj, domethënë pak stomatolog ndoshta kështu i ledhatova, po oftalmolog nuk do t'i ledhatoj, kështu nuk mund ta gjykoj ato gjithsesi, po problemet që shihen me të pamurit duhet nga oftalmologu, kur nëse detekton që është një problem në të pamur që supozohet që vjen nga nervi i të pamunit, nga nervi optik, me do e mos duhet të orientohen në neurologji ose të kërkohet një imazheri trunore, sepse sidomos nëse kemi të bëjmë me një pacient të moshës së re, atëre përjashtimi i smundjeve pezmatuese të trunit në radhë të parë i sklerozës multiple duhet të jetë në top. Agent. Edhe sklerozën multiple përmend dogëve që tash duhet kam qenë shumë këtë temë se po edhe unë, veç, herën tjetër skleroza multiple temë. Skleroza multiple. A bën? Sepse njerëzit duhet të informohen për sklerozën multiple, edhe duhet të informohen që kanë një adresë në klinikën e neurologjisë që quhet njësia e sklerozës multiple ku kanë terapi. Hajde javën tjetër e bëjmë epizodën për sklerozë multiple. Hajde të shumë. Faleminderit shumë që ke dok, është gjithmonë kënaqësi me ty me fol. Përfundoj, qëre ora edhe 3 minuta ki me dal. Wow, ti u vonove. Faleminderit shumë që e ndëgjuat këtë epizod shumë të kënaqshëm për mua me Dr. Blerim Miftiun. Shifemi në epizodin e radhës. Like, follow, subscribe e këtë ato që shkojnë rënë. Shifemi. Ciao.